këtë 4 vjeçarin e fundit u kthye në një arenë për plasjesh interesash të ngushta personale, hallesh të politikanëve duke kryer veprime të dhunshme ndonjëherë, duke djegur karrige, duke pra gjëra që për qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë vlerë, mendoj unë. Pra shqiptarët presin cilësi në politikbërje, cilësi në vendimarrje, transparencë. Presim një luftë më të madhe ndaj korrupsionit, ndaj shoqërisë të padrejtë, ndaj pabarazive në vend, ndaj mungesës së meritokracisë. Si do luftohet kjo? Çfarë strategjie paraqitet? Njerëzit shqiptarët janë të lodhur, duan të ikin. Vin tash me programin Brain Grain. PD-ja që e ka bërë dhe më parë, për shembull, vjen dhe fut aty, po shikoni personazhe të fëmijë të ish funksionarëve të lartë të asaj partie. Po pse ky është ndryshimi? Do vazhdojmë prapë me shtetin e tarrafeve. Unë nuk jam kundra kësaj që le të vinë dhe fëmijët e kujdo qoftë, nuk është problemi aty. Por kur e meritojnë, kur kanë vlera dhe nuk janë më të mirë se fëmijët e një shqiptari tjetër të thjeshtë. Pra nuk është kusht që ti të jesh fëmia e X-it e Y-it, kështu do vazhdojmë në Shqipëri me këtë mentalitet. Si themi gjithmonë që është shteti i tarrafeve dhe t'i lodhim njerëzit, t'i lodhim shqiptarët, t'i lodhim qytetarët shqiptarë dhe të arrim në këtë stat ku jemi që janë aq shumë të zhgënjur sa për ditë dhe për ditë kërkojnë të largohen njerëzit nga ky vend. Nuk e shohin shpresën këtu, që është një fatkeqësi, ky është një vend i bekuar nga gjitha aspektet. Por përveç se faktit që shikojmë këto zhvillime shumë negative në sa i takon klasës politike. Pra, në këtë moçalin që do ta quaja unë të politikës tonë, për të vërtetës, dhe kjo duhet të shërbente si një mësim në radh parë opozitës dhe Partisë Demokratike kryesisht, duhet të kishte nxjerrë mësime dhe të vinte me një strategji tjetër nga këto humbje të njëpasnjëshme. Pra, nëse kemi Partinë Socialiste dhe kryeministin Rama që ka 13 vite që qeveris vendin, ku është strategjia e këtyre, vetëm me tezën që ky ka bërë këtë, ky ka bërë atë, po çfarë ofrojnë këta? Ne kemi parë, nuk e se janë njerëz që nuk kanë qenë në pushtet apo nuk kanë konsumuar pushtet. Ku shpresa që ku është ndryshimi që do sjellin këta? Okej, konstatojnë, ka bërë këtë, s'ka bërë këtë, ka bërë atë. Nga ana tjetër, Partia Socialiste dhe kryeministi Rama ka shfaqur një aftësi rigjeneruese dhe kjo duhet vënë në dukje, rigjeneruese në raport me PD-n. Që duhet të shihet e PD-ja ky rinovim, ky rienergjizim, duhet shihet e opozita. Dhe ajo automatikisht do bënte edhe PS-n që të ndryshonte më shumë. Por duke qenë se këta vinë njësoj, normalisht dhe ndryshimet që shohim dhe te pushteti janë më të pakta. Pra nuk shohim një rigjenerim të vërtet edhe aty. Pra do ishte shumë më mirë që të kishim më shumë figura me vlera, me individualitet, me kapacitete, shqiptar që mund të vinë dhe nga jashtë vendit që kontribuojnë atje t'i bëje që të vinin këtu për të kontribuar për shtetin tonë, për flamurin tonë. Por duke qenë se është kjo klimë dhe preferojnë më shumë putadorët apo servilet apo njerëzit besnik apo të kapur nga interesat të ndryshme, këto preferojnë më shumë në të sistem dhe fatkeqësia jonë edhe një tjetër. Fati Partisë Socialiste është kjo opozit dhe fatkeqësia jonë si qytetar shqiptar është po kjo opozit. Sepse po të ishte një opozit që frymëzonte, një opozit që rinovoi me njerëz të rinj, me ide të reja, jo me të njëjtat personazhe, se duken që tani se ku duan të dalin me këtë që po bëjnë. Pra duket që se ku po shkojnë. Pra kanë vetëm hallin e tyre. Hallin se si do u vej fati i tyre politik dhe fati personal. Po nuk është ardhmja e Shqipërisë e lidhur me fatin personal të asnjë politikani. Askujt nuk është askush nuk është i pazvendësueshëm. Pra këta kanë arritur në këto vite vetëm të shfaqin humbje dhe mos të mësojnë asnjë gjë nga humbjet. Ishte dikush tjetër deri dje që qeveriste dhe stononte kur këndonte dhe himnin, tani vazhdon na bën dhe repin. Na bën repin po dhe aty stonon.